5 investimet mallore që Bashkia e Shkodrës po punon në qytetin e Shkodrës. Investimi numër 1, rruga e biçikletave. Në Shkodron dhe kena marrë mesën biçikleta. Janë shtu mbi se 15 km, vetëm rrugë biçikletash në mënyrë që ti të çarkullosh i sigurt qytetin e Shkodrës. Investimi numër 2. Këtu të ndërtohet parku Dua të luaj, 22.000 metra katror park. Do ketë fusha futbolli, fusha basketbolli, fusha tenisi, për fëmijë dhe për mosha të ndryshme. Ky do jetë parku i parë i mirëfillt që do të ketë qyteti i Shkodrës. Dua të luaj nuk do jetë parku i vetëm. Në hyrje të Shkodrës, përballë Muzeut të Lëndrimit, ka kohë që po ndërtohet për një park tjetër. Investimi numër 3, hyrje të Shkodrës, Muzeu i Lëndrimit. Një ndër atraksionet më të reja në qytetin e Shkodrës. Larg çandes së qytetit, po krijohet ambienti për evenimente dhe koncerte të ndryshme. Këtu do parkohen lundrat. Do jetë një muze që do të tregojnë për traditën e peshkimit dhe të lundrimit të qytetit të Shkodrës. Investimi numër 4 është ura re që po bëhet mbi lumin Ndrim, që do të zhbllokojë trafikun edhe nga një urë në 2 kursi, Shkodra do ketë 2 ura në 4 kursi. Zgjanimi i rrugëve, 2 kursi hyrëse, 2 kursi dalëse, në mënyrë që qarkullimi të jetë sa më lirë për qytetin e Shkodrës. Investimi numër 5, rekonstruksioni i shkollave si Kolidromeno. Shkollë nënveçare Ndre Mjeda. Gjithashtu është në rekonstruksion kopshti Beptusha. Shkolla nënvjeçare Ismail Qemali në rekonstruksion. Ka shumë projekte tjera që po ndodhin në Shkodër. Besoni Shkodra po ndryshon, por unë zgjulla këto 5.